Agentët e shitjes. Ka shumë kompani, më them zërë të gjitha kompani ka nevojë për shitje. Nëse ka të bëjë me telemarketing, nëse ka të bëjë me account manager quhet këtu, ose sales associate, mjafton ti të kesh një laptop, kesh wifi, si edhe telefon, ti mund të punosh për këto kompani. Pra, normalisht varet nga gjuha që flisni, nëse është një gjuhë italiane, gjermane, ka kompanira të ndryshme që ofrojnë punë të tillë që nuk duan t'ia dinë ku jetonin, sepse mjafton të dini gjuhën dhe mund të punoni nga kudo dhe nga vendi ku jeni, edhe në Shqipëri dhe Kosovë të jetë, mjafton që ju të keni eksperiencë gjuhën. Prandaj është shumë e rëndësishme që juve të mësoni të paktën një gjuhë tjetër përveç shqipes, dhe mos gjuha amerikane, sepse të jep më shumë mundësi, sepse shumicave këtyra kompanive duan anglisht folës. Por ka edhe kompanira italiane, greke, gjermane e të tjera, ose edhe kompanira amerikane që mundohen të deportojnë këto tregje të mëdha. Kështu që nëse juve thjesht mësoni shqip, edhe kaq, do thoni ju, po nuk kam para t'i në kurs. Hapni YouTube, keni aplikacione të panumërta që ofrojnë për të mësuar gjuhën, që janë shumë interaktive dhe fëmijët mund të mësojnë. Edhe në Coursera mund gjesh kurse të panumërta, LinkedIn jep trajnime të panumërta. Një aplikacion që unë përdor për momentin se jam duke mësuar gjuhën polake, quhet Duolingo, dhe janë shumë interaktive si dhe për fëmijët. Pra, nëse juve në vend që të shikoni thjesht filma Netflix apo thjesht të rini kot në telefon, të lozin ato lojrat e telefonit, juve mund të gjeni një nga këto aplikacione dhe thjesht i dedikoni sikur 30 minuta në ditë për mësuar të gjuhës.